ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Në të vërtet lavdërime dhe falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Ata e falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut prej gabimeve tona dhe prej punëve të këqija tona. Atë që Allahu e udhëzon nuk ka kush e humb, dhe atë që e humb nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër që meriton të adhurohet pos Allahut dhe se Muhamedi alayhi salam është rob dhe I dërguar I Tij. Sfarjare falenderojnë Allahun subhanahu wa taala që na ka mundsuar me arrit muajin e Ramazanit, se kjo është një begati dhe një mirësi shumë e madhe që na ka dhënë Allahu. Dhe kjo është një shans shumë e madhe që Allahu na fal dhe Allahu na mëshiroj. Gjatë muajit të Ramazanit do të kemi çdo ditë ligjërata me lejen e Allahut pas namazit të ikindis. Do të vazhdojmë aty ku e kemi lënë para Ramazanit, me vargun e ligjëratave, historitë e pejgamberëve në Kur'an. Tash jemi tek Lukmani alayhi salam. Allahu I madhruar e përmend Lukmanin alayhi salam në Kur'an, madje edhe një sure të tërë e ka emërtu me emrin Suratul Lukman, surja e Lukmanit. Allahu subhanahu wa taala në këtë sure po thot: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Thot Allahu në Kur'an, ne I dham Lukmanit urtësi dhe urdhëruam që të ishte mirënjohës dhe falendërues ndaj Allahut. Çdo kush që është mirënjohës, këtë e bën për vetën e vet. Çdo kush që është mos mirënjohës, ta di se Allahu është I pastër dhe është I lavdëruar. Allahu subhanahu wa taala I dha Lukmanit urtësi, I dha dije, I dha mençuri, I dha maturi. Allahu e nderoi dhe privilegjoi Lukmanin alayhi salam. E nderoi dhe I dha urtësi për mi njoft dispozitat e fesë, me njoft Islamin. Dihet se këtë pejgamberët e Allahut e kemi cek se prej te I pari dhe te I fundit janë musliman. Edhe Lukmani alayhi salam ka qenë musliman, mjasuesi Allahu subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala Lukmanit I ka dhënë urtësi, edhe për shtatë Lukmani është quajtur Lukmanul Hakim, Lukmani I urt. Kështu ka pas llaqapin Lukmani alayhi salam. Pasi Allahu subhanahu wa taala I dha këto mirësi Lukmanit e këto veçoritë e larta, e urdhëroi që të jetë mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala, ta falenderon Allahun subhanahu wa taala në mënyrë që Allahu t'i jap bereqet, t'i jap sukses, t'i jap të mira, nëse nga se të mira të ruhen, shtohen dhe bekohen me falenderim. Të mira që na ka dhënë Allahu, nëse donim ju shtu, atëherë falenderoni Allahun. Nëse don Allahu ju dhon bereqet në të mira që ju ka dhënë, atëherë falenderojeni Allahun subhanahu wa taala. Na me falenderimin që ja bojnë Allahu subhanahu wa taala, na I bojnë dobi vetes tonë. Se na me falenderimin që ja bojnë Zotit Allahu si rritet pasuria, as pushteti, Allahu është I njëjti, I gjithfuqishëm, I plotfuqishëm, më I pasur I të pasurve, mirë po na kur ta falenderojnë Allahun I jashtojnë atë mirat vetes. Kush ishte Lukmani alayhi salam? Thuhet se Lukmani ishte biri Alka ibn Sadumit. Pastaj ka dietarët kanë dhënë mendime tjera, s'ka qenë të një mendimi se kanë ka pas bab Lukmani alayhi salam. Thuhet se është I biri I Tharanit, I biri I Baurës, dhe thuhet se ka qenë djali I Mijës apo djali I tezës së Ajupit alayhi salam. Prandaj pas Ajupit alayhi salam, me njerë jemi duke shpjeguar dhe duke tregu Lukmanin alayhi salam.
Thuhet se Lukmani alayhis salam ka jetuar 1000 vite dhe thuhet se e ka mbri edhe Davudin alayhis salam, për të cilin na do të flasim në ligjëratat vijuese. Ka marrë dije prej Davudit alayhis salam. Dhe thuhet se ka lindur në vitin e 10 të pushtetit të Davudit alayhis salam, kur ishte mbret. Thuhet se në kohën e Davudit alayhis salam ky ka qenë i moshëritur, madje ka qenë gjykatës apo kaditina. Është transmetuar nga Ibn Abbas radiallahu anhu se Lukmani ka qenë skllav nga Etiopia. Ka qenë i zi, me profesion ka qenë zdruktar. Ndërsa Mujahidi ka thonë se Lukmani ka qenë skllav me ngjyrë të zezë, me buzë të trasha dhe me shputa të qara. Këto që pëjcekmi Ibn Abbas, Mujahidi, këto kanë qenë prej komentatorëve më të njohur të Kuranit. A ishte Lukmani alayhis salam pejgamber? Dietarët kanë diskutuar, kanë polemizuar. Lukmani alayhis salam a ishte pejgamber? A ishte i dërguar i Allahut apo ishte një njeri rob i Zotit, evlia i Allahut subhanahu wa taala, njeri i devotshëm? Sipas mendimit të shumicës së dietarëve, Zamasheriu, Kurtubiu, Ibn Kathir dhe shumë të tjerë kanë thënë se Lukmani alayhis salam ka qenë prej evliave, ka qenë prej njerëzve të mirë dhe të devotshëm dhe nuk ka qenë pejgamber. Thuhet se Lukmani alayhis salam i ka pas disa fëmijë, po Allahu ka shpërvuar që i kanë ndekë të gjitha atina. Taberiu transmeton prej disa dietarëve të selefëve ku thot se Lukmani ka qenë skllav nga Etiopia, ka qenë zdruktar. Këta e cekëm. Një ditë zotëria i Lukmanit pe urdhëron robin e tina, sklavin e tina, Lukmanin alayhis salam, që me prej një dele, edhe kur ta prej delen, thot e urdhëron Lukmanin që mi nxjerr 2 pjesë më të mira deles. Çka me bë Lukmani? Pja nxjerr gjuhën edhe pja nxjerr zemrën deles. Për herë dytë, pe urdhëron Lukmanin që me prej edhe një dele tjetër, dhe çfarë po thot, preja 2 pjesë apo 2 gjymtyr më të këqija që janë deles. Lukmani alayhis salam po shkon prapë edhe pja prejn zemrën edhe gjuhën. Kur pe shekët veprim të Lukmanit, zotëria i tina, thot, ty të urdhërova mi nxjerr njerë 2 pjesë më të mira deles, herën tjetër thash 2 pjesë më të këqija deles, ty prapë njëjta ti nxjerrë. Ty njëjtë i nxjerrë zemrën edhe gjuhën. Ata Lukmani alayhis salam, njeriu i urtë, i ditur, i thot, vërtet, nuk ka diçka më të mirë se sa këto 2 gjymtyr, gjuha dhe zemra, kur janë të shëndosha. Mirë po s'ka gjymtyr më të këqija se këto dyja, kur nuk janë të shëndosha. Dihet se njeriu me gjuhë mund të mjafrojë njerëzit. Me gjuhë thot shahadetin, thot la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, me gjuhë i thirr njerëzit në Islam, i bën njerëzve davet. Mirë po me gjuhë mundesh edhe me bë fitnë, me gjuhë mundesh me bë përçarje, me gjuhë mundesh me bë shkatrim tokë dhe fesad. Gjithashtu me zemrën, ai i cili ka zemrën e mirë, ai patjetër se edhe veprat kanë pas të mira, të brendshmën ka me nxjerr, ai pastaj edhe të jashtën me vepra. E nëse zemrën e ka të keqe, sa edhe veprat kanë pas të këqija. Kjo është puna e gjuhës edhe zemrës. Kjo është urtësia e Lukmanit alayhis salam. I erdhi një njeri një herë, edhe ky ishte duke i këshilluar disa njerëz. Ai i thot Lukmanit, a nuk je ti që na kena rujt delet bashk? Pikur ti u bane njeri i madh dhe i ditur, na delet dje bashk i kena rujt delet. Po çka ndikoi që ti më arrit në këtë gjendje? Më arrit në këtë shkallë? I thot Lukmani alayhis salam, fjala drejt, thot sinqeriteti, edhe thot heshtja ndaj asaj që nuk të bën dobi. Në këto 2 cilësi ngritet njeriu në shkallë të larta. Me sinqeritet, mi pas veprat me sinqeritet vetëm për hir të Allahut, edhe mos me vol vetëm se kur ki dobi. Mu largu prej debateve të kota që nuk ke koni far dobija. Lukmani alayhis salam e cekëm se ka qenë njeri i devotshëm, njeri i mençur, që Allahu i ka dhënë dije dhe i ka dhënë urtësi. Disa të këshilla janë të njohura këshillat e Lukmanit alayhis salam. Disa prej këshillave Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në Kur'an. Disa prej këshillave janë të Lukmanit alayhis salam janë të përmendura në librat e haditheve. Disa prej këshillave të Lukmanit alayhis salam janë të përmendura në librat e komentimit të Kuranit. Në përvende të ndryshme janë përmendur këshillat e njohura të Lukmanit alayhis salam. Lukmani alayhis salam i ka thënë të birit të vet, o biri im,
ki frikë Allahun dhe mos u paraqit para njerëzve se e ki frikë Allahun, ndërsa zemra jote është e prishur. Zemra jote është e semur. Pra njeriu, çashtu që e ka të brendshmën, çashtu do të pas edhe të jashtëmën. Mos po bëu munafik, mos më bëu dyftërsh. Ndryshe beson, ndryshe vepron. Çashtu që beson, ashtu do të më veprua njëjtë. Jo me ron kundërshtim e brendshmja me të jashtëmën. Allahu në surën Luqman i tregon këshillat e Luqmanit alayhi salam, që ja ka dhënë birit vet. Këshilla e parë që ja ka dhënë birit vet, që Allahu po përmend në surën Luqman, është tauhidi, është njëshmëria Allahut. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la dhulmun adhim. Thot, përkujtojeni Luqmanin kur e këshilloi të birin e vet, ya bunayya la tushrik billah. O birim, mos i bën shirk Allahut, inna ash-shirka la dhulmun adhim. Se shirku është padrejtësia më e madhe. Shumica e dietarëve, komentatorëve të Kuranit kanë thënë se djali i Luqmanit ka qenë jo musliman, ka qenë pagan. Prandaj Luqmani alayhi salam e ka thirrë në fe, e ka thirrë në shpëtim djalin e tina. Ai po fillon s'pari herë me djalin e tina. Kështu dhe na do të me vepru, një nis prej më të afërmve. Baba dhe nana, të parin që do të me këshillu është fëmijët e vet. Se baba dhe nana, prindërit, kanë obligime ndaj fëmijëve të tyre. E prej obligimeve është me eduku me islam, me eduku me iman, me eduku me vepra të mira. Kështu në ka mësua Allahu subhanahu wa taala, kështu në ka mësua pejgamberi alayhi salam. Luqmani pe këshillon birin e vet apo i thotë djalë im, adhuroja Allahun që është një dhe i vetëm dhe i pashaq. Adhuroja Allahun që nuk ka zot që meriton të adhurohet tjetër përpas Allahut. I thotë ai nuk ka rival. Allahu s'ka ortak. Asgjë nuk është i ngjajshëm me Allahun subhanahu wa taala. I thotë mos i përshkruaj shakatina, mos i ban zullum vetes tande. Pra ka filluar me tauhidin. Ka filluar Luqmani alayhis salam me njëshmërinë e Allahut s'parjar me djalin e tina. Sepse akidja dhe besimi, imani, është prej sendeve më të rëndësishme të besimtarit që e ka. Njëshmëria ndaj Allahut subhanahu wa taala. E këtë gabim që e bajnë edhe shumica njerëzve, që më shumë i këshillojnë fëmijët për dunja, që me punue, me gjallnue, me mrit i shka, se sa i këshillojnë për akidja dhe për besim dhe për iman. Ndërsa do të më kanë e kundërta. E para është besimi, është akidja. Pastaj vijnë çështjet e dunjas. Vërtet shirku është padrejtësia më e madhe, është zullumi më i madh. S'ka padrejtësi më të madhe se sa mi bësh shok Allahut subhanahu wa taala. Kjo është mëkati më i madh që ja bën njerëzimi krijuesi të gjithësisë. Është shuajtur zullum, sepse zullum do të thotë të vendosësh diçka jo në vendin e vet. Me vendos vendin e gabum, çuçi banën të krishterët. E vendosën Isa alayhis salam në vend të gabum. Prej rob të Allahut, prej pejgamber të Allahut, ato e banën Zot. E banën bir të Zotit. E kjo është zullumi që kanë bërë. Transmetohet nga Buhariu dhe Muslimi, nga Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhu ku thot, kur zbriti ajeti kuranor, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Ata që besuan dhe besimin e tyre nuk e përzitën me idhujtari me shirk. Atyre u takon të jenë të sigurt, edhe këta janë në rrugën e drejtë. E shokët e pejgamberit alayhis salam kur e dëgjuan këta, i thënë pejgamberit alayhis salam, e kush nga ne nuk ka bë zullum, kush nga ne nuk ka bë mëkate? E pejgamberi alayhis salam i thot shokëve të tina, thotë jo, nuk është kjo për qëllim. Thotë a nuk e keni dëgjuar këshillën që ja ka dhënë Luqmani birit të tina? A nuk e keni dëgjuar ajetin kuranor, inna ash-shirka la dhulmun adhim? Se shirku padrejtësia më e madhe, ndërsa thotë jo si keni bërë shirk Allahut. Këshilla e dytë që Luqmani jep të birit tina është respekti ndaj prindërve e në veçanti respekti ndaj nanës. Pasi e këshilloi për njëshmërinë e Allahut, pastaj nisi me këshillu për prindërit. Se kjo është metodë e Kuranit, se Allahu subhanahu wa taala në Kuran kur e përmend respektin ndaj Allahut, adhurimin ndaj Allahut, më njëherë pas adhurimit ndaj Allahut,
e përmend respektin dhe sjelljen e mirë me prindërit. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Zoti ju ka urdhëruar që të mos e adhuroni askën tjetër përveç Allahut, wa bil walidayni ihsana, edhe me prindërit sillni e mirë, edhe me prindërit sillni në mënyrën më të bukur dhe më të mirë. Allahu po thot në surën Luqman, ne kemi porositur dhe e kemi urdhëruar njeriu që të sillet mirë me prindërit, që të ketë kujdes të madh ndaj tyre, që t'ju fol vetëm fjalë të mira, të sillet me ta në mënyrën më të mirë, e në veçantë me nanën. Se nana është ajo e cila hek më shumë ti. Prej në kohën kur mbet me barë, mbet shtat zam, ajo i ka mundimet e veta, po edhe pas edhe në kohën e lindjes ka shumë vështirësi, ka shumë mundime, por edhe pas lindjes 2 vjet jep fëmijës me pi. Këto janë mundime që i ka nana, prandaj Allahu i ka dhënë respekt të veçantë nanës. I ka dhënë të dy prindërve, mirë po në veçantë nanës. Kur një njeri e ka pyet pejgamberin alayhis salam se ndaj cilit njeri kemi më shumë hake, kemi më shumë obligime, pejgamberi alayhis salam i thot ndaj nanës. Për vetë për zyti herë, ndaj kujt kemi më shumë të obligime, ndaj kujt kemi më shumë hak, po thon ndaj nanës. Për vetin pra pejgamberi alayhis salam ndaj kujt kemi më shumë të obligime, thon ndaj nanës. Kur e vet për 4 herë, thot ndaj babës. Pra ndaj nanës do të më mundu me pas sjellje shumë të mirë, shumë të veçantë, që ka cek Allahu në Kur'an, prindërve, as of nuk ban me thonë. E lejmë mi thonë diçka më shumë. E lejmë mi thonë ja, e lejmë mi thonë se baj, se veproj, e lejmë mi angrit zonin prindërve, e lejmë mi kundërshu prindrit. Allahu na fal dhe Allahu na përmirësoft të gjithëve. Thot Sufjan ibn Ujejne, kush i fal 5 kohë namazit, ai është mironjas ndaj Allahut. E kush lutet për prindërit e tij në çdo namaz, ai është mironjas për prindërit e tij. Na me adhurimin që ja bojnë Allahut, me namazin që ja bojnë Allahut, ne ja shprehim na mirënjohjen Allahut subhanahu wa taala, para se më paraqit adhurimin, madhërimin, na e falenderojnë Allahun, na e njohim Allahun, se ti derisa Allahu po të jep këtë mirë dhe ti s'pe adhuron ata, ti s'pe njeh Allahun dhe ti nuk i falenderues ndaj Allahut, po ti je përbuzës ndaj të mirave që ti ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Këshilla e tretë janë rastet kur nuk duhet dëgjuar prindi. Ka dhe raste që prindin e ki haram e dëgju, kur prindi thret ty në shirk ndaj Allahut, kur thret në mëkate, kur të thret në punë të këqija, atëherë e ke të ndaluar me ngu prindi. Se nuk ka me knaq krijesën me hidhru krijuese. Kështu ka thënë pejgamberi alayhis salam, nuk ka respekt për krijesën kur ka të bëjë me mëkat ndaj krijuesit. Kur je puna me hidhru Allahun, na nuk e respektoj kërkan. Qoftë edhe babën edhe nanën. Se respekti ndaj Allahut është e para, pastaj vijnë të tjerat. Të qenjat e prindërve jo musliman, ndodh dhe kush me pas prindërit jo musliman, vetëm musliman, prindi ko krishtar, ose prindi ti ka pa fe, kemi kësi raste, edhe tash po dhe në të kalumën. Nëse prindërit ti ki pa fe, zdo më thonë që ma nuk i ki obligim me respektu. Zdo më thonë që ti mush mi thonë fjallë qia atyre. Zdo më thonë që dush mu leqit prej atyre, mu largu prej atyre, jo. Edhe në qofë se janë jo musliman prindërit, e ke për obligim mu kujdes për ta, mi respektu ata, të gjitha çështjet. Mirë po jo për çështjet e ahiretit, vetëm për çështjet e dunjas. Këshilla e katërt është asgjë nuk i fshihet Allahut subhanahu wa taala. Luqmani në vazhdim i thot djalit të tij, o biri im, dije se gjunahu apo sevapi, vepra e mirë apo e keqe, sa do e vogël apo e madhe të jetë, qoftë edhe sa një kokër gruri apo sa një grinc, ajo do të dalë në ditën e Kiametit. Thot Allahu në Kur'an, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kush ka të bëj, kush ka bërë ndonjë të mirë, qoftë edhe sa grimca e atomit, qoftë edhe sa një thërmi, ka me pa ata. E kush e ka bërë një vepër të keqe, qoftë edhe sa grimca e atomit, qoftë edhe sa një thërmi, ka me pa ata. Këto veprat kanë me dalë në shesh kur do të merremi në llogari para Allahut subhanahu wa taala.
Qëllimi me këtë këshill është që ata kemi parasysh madhërinë e Allahut subhanahu wa taala. Për çdo çast të veprojmë vepra të mira dhe të largohemi prej harameve. Ka kaluar Abu Bekri radiallahu anhu, ka kaluar Muhamedi alayhis salam pranë Abu Bekrit dhe ka pa të mërzit. Çfarë ka thënë pejgamberi alayhis salam Abu Bekrit? I thot: "Mos u mërzit shumë, sepse ajo që është bërë kader, atë të cilën e ka caktuar Allahu, ajo ka me ndodh. Dhe atë që e ke risk, ajo ka marrë patjetër." Kjo është prej shkaqeve të lumturisë. Mos u brengos për të ardhmen tënde se shejtani shumë çti mendime. Au shaka mu bë masanej, au shaka mu bë nesër. Ajo që ka caktuar Allahu ka me ndodh. Ka me ndodh patjetër. Riskun të cilën ta ka caktuar Allahu s'u ta merr kurkush. Mu qua edhe këtë dunjaja. Çka ka në tokë, çka ka në qiell, s'mund me ta marr riskun dhe caktimin që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Këshilla e pestë është falja e namazit. Ja bunay aqimi salat. Për thotë birim, falë namazin. Pasi e këshilloi birin për tauhidin, pasi e këshilloi të birin për njohurinë e Allahut, pja të rrehej vërejtën për namaz. Se dihet se namazi është shtyllë prej shtyllave të Islamit, është shtylla e parë e Islamit pas shahadetit. Me njerë pas shahadetit, pas njohurinë e Allahut, vjen adhurimi ndaj Allahut dhe vjen namazi. Këtë ka pas për qëllim që namazin ta fal në kohën e vet dhe t'ja jap hakun namazit. Pak prej njerëzve japin hakin namazit. Pak prej njerëzve janë prej atyre të cilët e falin namazin ashtu siç duhet. I kushtojnë në rëndësi namazit ashtu siç e ka mësuar Allahu dhe pejgamberi alayhis salam. Ka prej njerëzve që s'falin hiç. Ka prej njerëzve që falin dhe ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Çu ka thënë Allahu në Kur'an? Mirë për ata të cilët falen dhe ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Mirë për ata të cilët falen, për ata të cilët nuk falen hiç, për ata akoma më keq për ata. Këshilla e shtatë është bëj sabër. Bëj sabër. Se njeriu pa sabër s'mund të fitojë kur gjao. Për këshillave që ka dhënë Lukmani birit është me thirr në vepra të mira dhe me thirr që njerëzit më largu prej veprave të këqija. Dhe thotë djali im, urdhëroj njerëzit për mirë, për të punuar vepra të mira dhe për të falur namazin. Kujtoj atyre sevapin e veprave të mira, nxiti ato për vepra të mira. Dhe pastaj mirë pas kësaj këshille, pe urdhëron që me bë sabër dhe me bë durim. Se Davexiu i cili bandavet, i thirr njerëzit në Islam, i thirr njerëzit në punë të mira, ka mu përballu me shpifje, ka mu përballu me gënjeshtra, me fjalë të pavërteta. Prandaj tash Allahu i thot Lukmani alayhis salam, i thot djalit të vet, ta i ban sabër. Allah ka thënë në Kur'an: "Wasta'inu bis-sabri was-salah." Kërkojeni ndihmë Allahun me namaz edhe me sabër. Kina i gajla, kina i dert. Fali me recat për hir të Allahut. Qita kokën sejdë. Thuj 3 herë subhana rabbiyal ala dhe lutë Allahun për gajlat edhe për dertet e tua, edhe Allahu ka me gjetë gjetje. Ka me gjetë gjetje Allahu subhanahu wa taala. Prandaj mos i hub shpresat asnjëherë. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kërkon ndihmë me namaz edhe me durim. Patjetër se dush me ballë sabër. Se jeta i ka baticat edhe zbaticat e veta. Ka të nalëzë dhe ka të pojze, ka të mira dhe ka të këqia, ka begati dhe ka vështirësi, ka të mira dhe ka sprova. Muslimoni do të mëkoni pregatit se herë. Mos më çudit, se këtë jetë, çka mos më të mendodhën. Mund të mendodh, çka ti nuk e prit asnjëherë. Mirë po si musliman, pajtohesh me caktimin e Allahut dhe kjo është më hajër edhe është më mirë për ty. Nuk ka diçka me të cilën ndihmohet besimtari në vështirësitë e jetës, më shumë se sa me sabër edhe me durim. Këshilla e 8 e Lukmanit, mos i nënçmo njerëzit. Në vazhdim Lukmani alayhis salam pe këshillon birin e tina me një këshill etike, morale në raport me njerëzit e tjerë. Se na do të më pas raporte të sparjer të mira me Allahun. Mirë po, do të më pas edhe me njerëzit përgjithësi raporte të mira, si edhe të mira, musil me moral të lartë. Që është që ka mësuar pejgamberi alayhis salam. Thotë kur të flasësh me njerëzit, mos u kthe shpinën, mos u kthe kokën, shikoj në sy dhe shikoj në fytyrë dhe mos u bën mendje madh. Dhe thotë kur cilesh me njerëzit,
Sillu me buzësi dhe me urtësi. Kjo gjë, ndoshta dikujt ai duket shumë e vogël, ndërsa për dikën është shumë e madhe. Se thot pejgamberi alayhis salam, mos e nënvlerëso asnjëherë punën e mirë. Mos e jalla se kjo punë e vogël, atë pelan. Jo. E vogël mund të më bëj shumë e madhe. E vogël mund të më pas vlerë shumë të madhe. Thot pejgamberi alayhis salam, mos e nënvlerëso asnjëherë punën e mirë. Madje edhe kur ta takosh vëllaun tënd me ftyrë të buzëqeshur. A disa njerit me një buzëqeshje mund shmi dhon motivim në jetë. Me një buzëqeshje mund edhe aty na më kthy buzëqeshjen, këtë këshirën shtem ti e buzëqesh. Ti e kallzon karakterin tan, moralin tan, sjelljen tane. E kallzon muslimanllëkin tan. Se muslimani do të më kanë çdo herë i buzëqeshur. Edhe kur e kanë kaplu muslimanin brengat e jetës, dertat, galet, ai prap muslimani mundohet më kanë i buzëqeshur. Është aty mrena hek diçka, ka dhimbje, ka derte, ka gale, po prap në pamjen e jashtë muslimani është i buzëqeshur. Këshilla e nëntë, mos ec me mendje madhësi. Fotobir, mos ec krye lartë dhe mendje madh, duke e konsideruar veten se je dikushi dhe se të mirat i ke nga vetja jote. Sa për njerëzve mendojnë se të mirat, o thotë unë jam të polu. Mendojnë që të mirat i kopi vetës vet. Të mirat i ki prej Allahut subhanahu wa taala, nuk i ki prej vetës tane. Prej mendje madhësisë është ti me menu që ti të mirat i ki prej vetës. Në hadithin e Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu, ka ardhur se pejgamberi alayhis salam ka thonë, se nuk ka me hyrë në xhenet ai person i cili e ka sa një grim së mendje madhësie, o më shumë kanë. Po edhe një grim së mendje madhësie, nuk ka me hyrë në xhenet ky person. Një njeri e pyeti pejgamberin alayhis salam, që i pranishëm kur tha këta pejgamberi alayhis salam. Tha njeriu vërtet ka dëshirë që të vesh rroba të bukura, fustë të bukura. E pejgamberi alayhis salam ju përgjigj se Allahu është i bukur dhe Allahu e don të bukurën. Kurse mendje madhësia thotë është mohimi të vërtetës dhe nënçmimi i njerëzve. Po më hec bukur, më vesh bukur, nuk është prej mendje madhësisë. Po këta e don Allahu subhanahu wa taala. Allahu don që na më vesh mirë, në ardhera mirë, më kon të pastërt, më kon të mbrëmshmën tonë të mirë, më kon të jashtëmën tonë të mirë me vepra të mira. Kështu don Allahu subhanahu wa taala. Edhe dy këshillat e fundit janë ec me ecje mesatare edhe mos e ngrizoni. Kur të ec, mos ec me mendje madhësi, mos i hap krahët, por ec me ecje modeste. Edhe e fundit thot mos e ngrizoni. Mos e ngrizoni që me menu njerëzit që ti e dikushi. Po bëhu modest për hir të Allahut. Ai i cili bëhet modest për hir të Allahut, Allahu e ngrit ata në shkallë të larta, në drejgje të larta. Elus Allahu në madhruar që më na falë me falën e tij të madhe, më na mëshiru me mëshirën e tij të madhe. Elus Allahu në madhruar që më na pranu këtë agjërim që jemi duke agjëruar për hir të Allahut. Elus Allahu në madhruar më na pranu namazin, agjërimin, duat, lutjet, istighfarin, leximin e Kuranit dhe çdo vepër mirë. Zoti ju shpërblet për dëgjimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.